Në këto kushte, ligji i vetikut duhet të rishikohet edhe njerë, pavarësisht se duhet të vazhdoj, sepse vazhdon ligji i vetikut dhe i pastërtisë së figurës së gjyqtarit dhe prokurorit, por duhet të vazhdoj për të dy sistemet e drejtësisë, qoftë për krimet e rënda, për spakun që është investuar deri diku, ashtu dhe për të gjithë organikën tjetër, duke filluar nga prokuroria e përgjithshme, nga gjykata e lartë dhe duke zbritur poshtë deri tek personeli që punon brenda gjykatave dhe prokurorive. Ky ligj i vetikut duhet ripar përsëri, i cili ka nxjerrë dhe ai tëmetat e veta gjatë rrugës, dhe ato duhen riparuar, por pa ndërhyrë politika. Në momentin që ndërhyn politika, kërkon që ta çalojë dhe ta lërë të cunguar ligjin e vetikut. E dyta që do të thosha, ligji i vetikut përveç asaj çfryrjes që duhet të nxjerrë nga radhët e veta njerëzit e korruptuar, prokuror dhe gjyqtar, duhet të llogarisë dhe prurjet e reja që mund t'i marrim edhe nga Bashkimi Evropian atje ku janë shqiptarët, të cilët kanë mbaruar sistemin e drejtësisë, por mos i vëmë artifica atyre, pengesa. Ai jo ka mbaruar me 10, jo ka mbaruar me 9. Ata që shqiptarë që kanë mbaruar sistemin e drejtësisë jashtë, ata kanë një edukat dhe një standard tjetër në marrëdhëniet e punës dhe në marrëdhëniet e drejtimit. Kështu që nëse fillojmë të rekrutojmë dhe nga ata, do të thotë që ne do ta rregullojmë sado pak sistemin e drejtësisë, qoftë në drejtimet e kupolës, po qoftë edhe në atë të vendimmarrjes siç janë gjyqtarë dhe prokuror. Avokat, si mendoni me sa mund të dënohet autori Elvis Shkëmbi, i cili vrau gjyqtarin Astrid Kalaja? Shiko, atëre, vendimmarrja e Elvis Shkëmbit, i cili kreu atën akt barbar, kriminal duke i marrë jetën gjyqtarit, sepse ai ngriti dorën ndaj shtetit, ai tashmë e ka të mbyllur jetën e tij. Ai është me burgim të përjetshëm dhe nuk i ndryshohet, sepse ashtu e ka dhe ligji i kodit penal. Pra, ai është bërë kurban për të tjerët nga mbrapa që mund të fitojnë pronë. Por ai vetë nuk gëzon më dritën e diellit, sepse ai do marrë dënimin e tij kapital me burgim përjetshëm. Dhe nuk ka asnjë lloj ndryshimi mbi të drejtat që ai kërkonte, sepse nuk mund të zgjidhen të drejtat nëpërmjet grykës së pushkës dhe të ardhës. Prandaj, kështu që Elvis Shkëmbi është llogaritur dhe diskutuar me sa duket në familje që do bëhet dikush kurban, që brezat që të vinë mbrapa të gëzojnë pronën, sepse vetëm ajo, sipas atyre, ishte rruga më e mundshme dhe më e shpejt për të fituar pronën. A ka pasur, sipas jush, po themi, një plan të mirë përgatitur nga vetë Elvis Shkëmbi, apo ka qenë i mirë menduar, po themi, nga të gjithë bashkë sa i përket këtij akti? Duke parë dinamikën dhe prezencën e Elvis Shkëmbit në procesin gjyqësor, i cili nuk është se ka qenë rasti i parë, po ka qenë në mënyrë permanente që shkonte në të gjitha seancat gjyqësore, duke parë dhe qëndrimin e xhaxhallarëve të tij, po dhe të njerëzve të familjes që kanë qenë edhe prezent në procesin gjyqësor, por dhe në qëndrimin që kanë mbajtur pas ngjarjes, vërteton më së miri, sepse kjo çështje ka qenë diskutuar dhe paramenduar. Prandaj thash që Elvis Shkëmbi merr burgimin e përjetshëm, sepse e ka paramenduar me kohë ngjarjen, e ka projektuar me gjaktësi ngjarjen, e ka mbushur dhe armën, e ka bërë gati armën për ta shkrehur dhe ka hyrë në mënyrë tinzare në gjykat, duke ju shmangur detektorit, dhe ka hyrë në sallë e gjyqit dhe ka pritur, ai e dinte dhe vendimarrjen e atit vendimi që do të merrej për sa i përket përmbaruesit, vendimi të përmbarimit, se ishte një vendim intermjetëm që do merrej për përbarimin për gjobat që ju ishin vënë këtyre qytetarëve për sa i përket mos largimit dhe mos
boshatizje së hapësirave ku këta kishin pronën e tyre private. Dhe gjitha kjo ishte e mirë përgatitur dhe ai e ka kryer me gjaktësi dhe ai ka qëndruar në ambientet e gjykatës dhe është dorëzuar, ka tentuar të largohet për të treguar që po iki nga Afrika. Ai ka dorëzuar armën, ka thënë unë e kreva krimin, ja ku jam, më arrestoni dhe e ka mbyllur historinë e tij. Kjo tregon që gjithçka është e mirë përgatitur dhe e mirë llogaritur nga të gjithë fisi i Shkëmbit. A mendoni se ka shërbyer si nxitje edhe sulmet e fundit të kryeministit Edi Rama kundrejt njerëzve të drejtësisë dhe konkretisht të gjyqtarëve? Unë do të thosha se gjyqtarët, dhe pse janë një sistem i pavarur dhe janë të lishëm në vendimarrjen e tyre dhe të paprekshëm, unë do të thosha që dhe ata marrin vendime për cilat populli po vuan dhe kur flet një kryeministër për një proces, për një vendimarrje, nuk do të thotë që ndërhyn në politikën ose cënon dinjitetin dhe personalitetin e gjyqtarit. Nëse kryeministri flet për një vendimarrje jo të drejtë të një gjyqtari dhe etiketon me emra gjyqtar, ne kemi shumë gjyqtarë të cilët dhe unë i kam çuar ke inspektori i lartë i drejtësisë për vendimarrje të gabuar. Dhe unë i kam çuar një pjesë të këtyre gjyqtarëve që janë sot në radhë të sistemit drejtësisë në Këshillin e Lartë gjyqësor, pse për vendimarrjet e tyre të gabuara. Dhe nuk është kjo që i dha frymëmarrje dhe i dha zëmër atij të qytetarit që të kryente vrasje. Kryeministri si qytetari i këtij vendi, dhe ai ka të drejtë të ngrejë zërin për gjyqtarin, por jo në petkull e politikanit, por në petkull e një qytetari të thjeshtë, për të treguar dhe ai që megjithatë sistemi i drejtësisë ka probleme. Ashtu si që ngriti ato probleme kryeministri për sa i përket me emër gjyqtarit, unë do të thosha që me atë gjyqtar ne kemi edhe shumë procese tjera për cilat ne jemi ankuar, sepse nuk ka marrë një vendimarrje objektive dhe pozitive. Por ne jemi avokat të thjesht, avokat që kërkojmë sistemin e drejtësisë dhe marrim shkallët e duhura duke i çuar proceset sipas procedurës në gjykatën e apelit për t'i ankimuar, dhe qytetari tash do të presi 6 vjet, 7 vjet derisa të gjykohet kjo çështje në gjykatë apelit dhe do ta marrë apo s'do ta marrë drejtësinë, është pjesë e sistemit drejtësisë, por do të thosha që prishja e objekteve atje ku janë trajtuar problemet e pronësisë janë mjaft të rënda, sepse nëse unë e kam kritikuar atë gjyqtar dhe e kam çuar në KLG, e kam çuar sepse ai gjyqtar dhe pse u prishën disa objekte të disa familjarëve që janë banesa, përsëri ai gjyqtar nuk mori një vendim objektiv mbi atë që kërkonte familjari, se ku do fusi kokën ky familjar që i është prishur objekti. Ku do strehohet ky familjar, se shteti nuk të strehon më, nuk të jep më dorën për të strehuar. Atëherë, ku do strehohet ky qytetar, ku do ta marrë atë dëmshpërblim për atë objekt të prishur për investimin që do bënte shteti. Pra, të gjitha këto në tërësinë e tyre, do të thosha që nuk është se i dhan zëmër atij qytetari për atë. Ai e kishte paramenduar dhe kishte 15 vjet që brite gjykat me gjykat lart, gjykat apelit, shkallpar, gjykat apelit prap, shkallpar, dhe nuk po e gjente dot të drejtën. Dhe prandaj unë po them që vendimarrja ka qenë e gjithë si familje, e familjes Shkëmbi, dhe kanë gjetur personin dofta të dur i cili ka kryer që mori përsipër dhe kryen e këtij krimi makabër për vrasjen, ngritjen e dorës ndaj shtetit dhe vrasjen e një gjyqtari që është krim mjaft i rënd, qoftë për sistemin e drejtësisë, por qoftë edhe për politikën dhe për të dhënë një sinjal pozitiv tash që duhen marrë masat, po këto masat duhen marrë jo në letër, po duhen marrë konkretisht për të mbrojtur jetën e të gjithë gjyqtarëve, prokurorëve dhe të avokatëve, por dhe të palëve në një proces gjyqësor. Zoti Mullaraj, dhe i pyetje fundit sa i përket SPAK-ut,
Në dhjetor pra të këtij viti mbaron mandati dhe kreu të SPAK-ut Altin Dumani, teksa tashmë janë shpallur edhe kandidaturat që garojnë për kreun e SPAK-ut. Nisur nga optika juaj, cilë figurë shikoni më të përshtatshme për të marrë drejtimin e SPAK-ut? Atëherë, rotacioni ke SPAK-u është një gjë mjaft e mirë dhe kandidaturat që janë atje janë kandidatura objektive dhe profesionale për sa i përket konkurimit. Nëse konkurimi do të bëhet i ndershëm dhe pa ndërhyrje dhe pa intriga brenda, atëherë unë që ai që do zgjidhet, sepse rotacioni 2 vjeçar është dhe ai rotacion tregon më së miri dhe anën profesionale të këtyre prokurorëve special që janë atje posaçëm, do të thosha që ky rotacion i jep vlerën e dur çdo lloj prokurori që do marrë drejtimin, sepse ai do marrë një drejtim organizativ, nuk do të marrë një post shumë të lartë. Ai aty është prokuror, dosjet i ka, vetëm është i aftë për të organizuar atë strukturë të prokurorisë posaçme, kështu që unë do të thosha që prokuroria e ka zgjidhur speciale, pra SPAK-u e ka zgjidhur me ligj një mënyrë të tillë të rotacionit që çdo 2 vjet të ndrohet prokurori si administrator dhe është gjëja më e mirë sepse i jep vlerën të gjithë atyre prokurorëve të cilët do të punojnë në grup njëri me tjetrin për çështjet e rënda që ka në këtë vend, qoftë të krimit organizuar, qoftë të korrupsionit, po qoftë edhe të trafikimit të lëndëve narkotike. Zoti Mullaraju, po, për sa i përket një emri konkret, nuk mund të prononcohem për emër konkret tek SPAK-u, sepse unë i shikoj të gjithë ata, një pjesë të tyre i shikoj që janë shumë profesionistë dhe janë prokurorë me integritet. Zoti Mullaraju, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve për mundësinë që më datë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.